Eno Bozdo, sekretar organizativ i Partisë Demokratike, procedohet penalisht në gjendje të lirë për tubim të palishëm. Policia i kishte dhënë leje për organizimin e protestës së Partisë Demokratike në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe para kryeministrisë. Ndërkohë, siç dihet, ajo është vendosur në bunker instalacion pranë Ministrisë së Brendshme. Report TV posedon shkresën e përgjigjes së policisë dërguar Partisë Demokratike. Policia gjithashtu ka arrestuar 5 persona, të cilët i vunë flakën bunkerit gjatë protestës. Ata akuzohen edhe për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Ndërkohë, 20 persona të tjerë janë marrë në ndjekje penale në gjendje të lirë, ndërta edhe Besim Dregjoni, kryetari i shoqatës së ish të përndjekurve politik. Ai u shoqërua këtë mëngjes në komisariatin numër 1 në kryeqytet. Dregjoni akuzohet se është personi që nxiti turmën e njerëzve për dhunë ndaj institucioneve dhe bunkerit simbol të komunizmit. Akuza e cila rëndon mbi Dregjonin është ajo e thirrjes publike për veprime të dhunshme. Pritet që policia të nisë edhe veprime hetimore dhe ndaj personave të tjerë që pritet të identifikohen si autor të veprimeve të dhunshme ndaj objekteve publike dhe institucioneve shtetërore.